dhe mirë se erdhët në kanalin Adaga Media. Sot jeni me mua kanalin Lea CR7 dhe do të bëjmë rubrikën React. Do të reagojmë mbi këngën e Alice që ka fituar festivalin e këngës për të na përfaqësuar në Eurovision. Tani do ta dëgjoj edhe unë për herë të parë, pasi natën e parë dhe të fundit nuk i kam parë. Kështu që kënga titullohet Nën, pra Nën. Dhe ta shohim se çfarë këngë është. Fillimi më duket shumë i bukur. Po e çoj pak zërin sepse s'po e dëgjoj dot. Deri tani një këngë shumë e bukur. Vërtet si fillim kështu dhe do të shohim pjesën më të bukur të këngës, pra pjesën kulminante do të shohim, sepse nuk e kam dëgjuar as unë, siç ju thash. Vërtet një këngë e bukur. Meriton që të na përfaqësoj. Vërtet. Kjo këngë pak a shumë flet për dashurinë e nënës, pra janë fjalë krejt vërteta këto. Vërtet një këngë që meriton, dhe ky është një djalë që ka një zë shumë të mirë. Vërtet deri tani jam kënaqur vërtet me këtë këngë. Shumë një këngë e merituar për përfaqësim në Eurovision. Vërtet. Vërtet e meriton kjo këngë që të na përfaqësoj. Për mua një këngë shumë e mirë dhe këndohet nga Alice me një emocion të vërtet. Dhe kjo është kënga, po vërtet
një këngë jo shumë, jo e mirë, por fantastike, e meriton për të na përfaqësuar si komb atje në Eurovision. Vërtet një këngë fantastike dhe me një zë si Alice që e dim të gjithë se kush është tani. Është një yll në talentin e tij. Vërtet, sidomos se jo fillimi, do ta dëgjoj edhe një herë. Ta dëgjojmë bashk edhe një herë. Sidomos kjo muzika e fillimit më pëlqen shumë. Se kjo këngë nuk është e kënduar vetëm nga Alice, por edhe nga të tjerë, pra bën disa këngëtar dhe këndojnë bashk. Pra këtë fillimin e kanë bërë të tjerët, Alici ka bërë pikat kulminante dhe pothuajse të gjithë këngën, por ky fillimi vërtet nuk kam koment tjetër, nuk mund të them asgjë tjetër. Një këngë vërtet që meriton. Edhe duhet të shkoj tek pjesa kulminante. Ja. Bën bashk disa zëra dhe shikoni si bëhet atmosfera, bëhet tamam zjarr komplet. Me këtë këngë mendoj se mund të marrim një vend shumë të mirë, dhe pse jo dhe mos ta fitojmë, por nuk mendoj se do ta fitojmë, pasi nuk është se ka ndonjë këngë tamam të mirë në Eurovision, por nuk e di, fitojnë disa këngë që për mendimin tim nuk janë të bukura. Gjithmonë fitojnë këngët që janë, nuk e di, si çuditshme shumë. Nuk janë normale dhe të bukura, për mendimin tim. Por një vend të katërt të paktën mund ta marrim. Me këtë këngë, po. Sigurisht. Edhe kënga që kemi pasur për Eurovisionin që kaloi ka qenë shumë e mirë, zerm, edhe ajo ka qenë shumë e mirë, por mua më pëlqen më shumë kjo nan. Më pëlqen shumë kjo këngë, sidomos kur bëhen disa zëra bashk. Dhe zëri i Alice e zbukuron, më falni. E zbukuron këtë këngë, normalisht. Për mendimin tim, kjo këngë e fiton Eurovisionin dhe çdo gjë tjetër që tjetë. Për mua ka një notë 10, nuk ka diskutim për këtë notë. Më pëlqen shumë si këngë. Dhe kaq ishte komentimi im, s'kam ç'të flas më për këtë këngë. Nëse do të ishte një këngë jo shumë e mirë, do të flisje më shumë, por kam folur mjaft. Shumë kam folur për këtë këngë. S'kam ç'të flas më shumë. Tani kjo ishte videoja, mos harroni të bëni like, comment, subscribe dhe shpresojmë që të fitojmë me këtë këngë, pse jo. Mirupafshim.